Në teatrin Migjeni po zhvillohen provat gjenerale për edicionin e 10 të festivalit Lulebor. Në ndritat e skenës dhe emocionin e artistëve, muzika qytetare dhe arti mirëfillt po marrin formën përfundimtare për t'u sjellë para publikut në 2 netët e festivalit. Ky edicion jubilar i veçantë për vlerën dhe traditën që mbart, do të sjellë jo vetëm këngë të reja, por edhe një koncept artistik bashkëkohor që ndërthur të kaluarën me të tashmen. Regjizori Bojken Lako shprehet se ka zgjedhur ta ndërtojë këtë edicion mbi një përjetim të thellë teatral, një udhëtim që nis nga historia dhe teatrit dhe përfundon tek emocioni që përcillet në skenë. Si koncept, domethënë, i këtij viti, unë gjithmonë jam i tërhequr pak nga teatri në vetvete, edhe studimet e kam kryer për teatr, dhe çdo skenë, çdo institucion e tillë mbart në vetvete ka shpirt brenda, sepse mbart një histori të gjatë, ka shumë ndjesi brenda themeleve, brenda mureve, brenda ambientit. Duke qenë dhe duke pas një vlerësim të tillë si koncept rizorial, po mundohemi që këtë vit të kemi thjesht teatrin në vetvete si arkitekturë, si strukturë, mekanizmin e brendshëm të teatrit, po punojmë me një lloj koncepti për të ndriçuar këtë skenografi në vetvete që është teatri Migjeni, edhe brenda skenës duke zhveshur nga konceptet dhe skenografitë e tepërta dhe duke ndriçuar nëpërmjet teknologjisë moderne, nëpërmjet ndriçimit sotëm, duke ndriçuar këtë arkitekturë në vetvete që mbart shumë histori dhe shpirt dhe ndjesi. Festivali Lulebor 10, që do të zhvillohet në datat 27 dhe 28 tetor, pritet të pasurojë fondin e muzikës qytetare me krijime të reja, duke u shndruar njëkohësisht në një rrugtim mes kujtesës, artit dhe emocioneve që bashkojnë brezat.